Do besimtari, kur lën diçka për Allahun te barekuhu teala, çfarë do praktike, rutine e dëmshme, apo mëkat, ai e lën për shkak se i pengon në rrugtimin e tij tek Allahu xhallahu, i pengon në adhurim, i pengon në shijimin e adhurimit, apo. Dhe çka mjafton motiv për me lën, mjafton çka motiv për me lën. Mi po këtu është një motiv tjetër, cili është ai kompenzimi. Jo vetëm është problem në ahiret, po kompenzimi në dunja. Ibn Qayyim rahimahullah thot se kompenzimi është i disa llojeve. Madje çdo lloj kompenzimi është shumë më i mirë, më i dobishëm se vetë ajo që ti ke praktikë. Ta shtohen edhe në me thonë përballje logjike mes veprës së bërë, rutinës së caktuar edhe kompenzimit të premtuar. Logjikisht më pas. Për shembull, njëri ka një rutinë sikur se përmana, e cila i kushton me kohë, e cila i kushton me dije, me mardije, e cila i kushton me pjesëmarrje në ligjërat, e cila i kushton me kujdes ndaj virdit që e ka, e cila i kushton me cilësi të adhurimit, i kushton, ka s'ta ka. Po që s'u lën. E më kanë thënë rahimullah thot, fuqia e sinqeritetit edhe vërtetësisë që përmana është ajo që mundson. Dhe e dyta kompenzimi. Cili kompenzim? I mënyra të shumta. Një nga këto kompenzimet, nëse e merr, edhe përballon, e qet përball kompenzimin nga kjo anë dhe e qet përball rutinës, që të sjell një farlloj, po them kushtimisht, një farlloj qetësie, një farlloj përmbushje, çka do kuft, edhe kështu të shaj që kompenzimi është shumë fish më i madh se vetë rutina që i jeni ta. Mos tas për mëkatin. Andaj thot për shembull Ibn Qayyim rahimahullah, mjafton el-unsu billah. Mjafton domthonjë që nëse ti e lën për Allahun xhalla xhelalu punë, tash ti e keni praktik ditore. Tash qoftë koha, shoqërimi, çka do kuft, problemi i caktuar, apo mëkat, që ka varësi njëri, edhe din që kjo çdo ditë po më kushton Allah. Çka çdo ditë ka kosto, çka çdo ditë po merr, çka çdo ditë po privan, ka probleme. Në momentin kur ti ke një varësi, çka nuk kupton varësia, keni vëllai shoqërimet, apo shoqërimet. E ka pa njerëzit, për shembull, që një kod gat pin duhan. Për shembull, edhe kur të lën duhan, ka probleme dhe durshmis me moj. Apo se umsu në formë caktuar, do të çaj është mishruar me duhonin, apo që tash edhe lëvizjen e durrve ja ka organizuar duhoni apo më. Ku në caktuar ka organizuar duhoni, ka pas një shok vet. Dëm që ka shkaktuar këto janë kont pavretura në raport me një domon çësia po raport mitësor që ka pas me vesën e tij caktuar, me një vesë të vet ato. Për shembull. Momenti kur ti e lën kët, a shkakton një boshllëk? Po, është padyshim boshllëk. Se nuk dhe njëri për shembull tash, sikurse e keni shak e mësuar ditë për ditë në ora 9 me pimë të kafe. Deri 10 gjys keni pi kafe. Ai ka shku për shembull çapo dynë dikon perëndim në 3 muaj të skletave. Ti çdo nëse ki problem çat 9 10 të gjys me përmbush, se i mësu me dal me ta, nga se bëhet fjalë për 10 vjet. Është që po të mungon diçka, është që kjo do të është ekstra organizim. Edhe pa do të shkon mëne, nesër nuk jo më s'është njëri këto. Apo disa shkon mëne se nesër në ora 9 kemë taku të jo më s'është njëri këto. Apo. Don çka po të bëjmë me kët? Se ti kur braktis diçka, në këtë aspekt ti po braktis një shok tonin. Po braktis një shoqëri që të ka përmbush pozitivisht, negativisht, s'ka rëndësi, po të ka përmbush. Ti e ke pa tash se çka përmbushje nuk është e duhur. Është përmbushje në dëm të adhurimit, është përmbushje në dëm të avancimit, ngritjes dhe ndryshimit, është përmbushje, po jo në favor të ndryshimit, në disfavor të ndryshimit pozitiv. Edhe tash ti ke lënë me kelon. Ki këtë shok, kushtimisht po e lën, apo Allahu thot, unë të bëna shok. El unsu billah që kjo është apo. Që ta ndish shoqërinë e Allahu xhallahu ala kur të përmesh. Do të shih vëllai, dallë me përmend Allahu xhallahu ala si përmendje, për shembull subhanallahu alhamdulillah, apo edhe dallë me përmend Allahu xhallahu ala si prezencë. A dallë me përmend çfarë për shembull, me përmend Allahu xhallahu ala si ekzistencë, me përmend se ekziston, edhe po e përmend se është prezant ka dallim.
Ka dallim. Tash Allahu xhallahu ala ta mundson që kur të përmend, kur të adhuron, apo më ngrit në nivel të një shoqëri me Allahun te barekutaala, që tashmë ajo muhabeti që ti ke bu me filonin, ta përmbush tash kush leximi i Kuranit apo. Tash ti në muhabet me Allahun te barekutaala. Që përballje mes kësaj shoqërie edhe asaj shoqërie, logjikisht, me logjik të pastër, të udhëhequr dhe të ushqyer nga imani, a është forcë e mjaftueshme, më thon këti, më fal, po unë tash kam dashur këtij, a është mjaftueshme? Po, e mjaftueshme. Ama të ndërvozë, kush bën këtë përballje? Kush bën këtë qasje apo? Andaj ju thash, me timet e Ibn Qayyim nuk janë fjalë, nga me dy ka pa, e ka provu. A dërë Allah me ta leqit shoqni, e ta në qabë i pashë, unë e të bona shokat, unë e të bona shokat, unë e të bona miko, unë e të përmbushe, el unsu billah.